A unë shtaram thot vendosja dhëmbe për estetik. Këtë veners nuk e kuptoj, që kanë sinqerisht se nuk jam loja, s'po kam kohë me u kthy, me kontrollu çka do të thonë, por na japim rregullin e përgjithshëm, çka ka nevojë njeriu, e rregullon. Edhe, do të thonë prej dhëmbë, është fjalët e dhëmbët. Pastaj ku me qëndru mrana hallallit, mrana normales. I ban dhomën që i duhet me ban. Mos me çrodit, mos me bo me 7-8 ngjyra, mos me bo ku e di çka ku e di, mos thom diçka që mund të kesh dikush me atë fjalë timën. Andaj ju ka prish dhomë, ju ka nxjerr dhomje, e zbardhan ose ndrën krejt, është e lejuar. E tash mundet dikush të na ndihmojnë në koment, çka do të thonë kjo vend në erës, këtu po lexojnë, ndoshta po lexojnë tjetër, edhe nëse gjendej fetva të ndonjë hoxhe që din më mirë se unë, le të na jep ndonjë dobi.